Mos koordinimi i kompanisë pastrimit dhe komunës së Prishtinës ka bërë që Prishtina të marrë këtë pamje. Kjo kompani ka njoftuar se është e detyruar të ndërpres ofrimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave në territorin e komunës së Prishtinës. Nga një njoftim zyrtar i kësaj kompanie, thuhet se komuna e Prishtinës i ka bërgj mbi 2.7 milion euro. Këta pastria kompania e shtetit, po pastrimi nuk e mojnë këta. Ai private e ka mojtë non-stop, kur mbeturina që që në komunë, as atje, as në qytet. Unë nuk di që apon komuna pëse e, ma mirë me javën privatët. Që këtu është vesh smuja kejtë. S'ka që ka në njëri për mbeturina. Pa nderi shumë.